Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udhwana illa ala dhalimin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selam i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe në ditën e Kiametit. Të ndershëm vëllezër besimtar, do të jemi bashkarisht sonte në shpjegimin e komentimit të surës Jusuf, e që sonte do të veçojmë për planifikimin e vrasjes së Jusufit a.s. Ajetin që lexova më herët është ajeti 7 i surës Jusuf, ku Allahu xhaleshanuhu thot: "Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin." Një mend për ata që pyesin, interesohen në ndodhinë e Jusufit dhe vëllezërit e tij, pati fakte mbi fuqinë e Zotit. Pejgamberi Jakub a.s. kishte drejt kur paralajmëroi djalin e tij, Jusufin a.s. Vëllezërit tjerë ishin xheloz në te dhe në vllajën e tij më të ri. Kjo zili, ky hased, digjej më aq fortë për brenda tyre se i detyroi, i shtini të përgatitin kurth për Jusufin a.s. Kjo është edhe një tregues tjetër se sjellja e vëllezërve të Jusufit a.s. ishte shumë larg vlerave morale të Islamit, dhe se ata po dëshironin të shfaqnin karakterin e besimtarëve të vërtet. Kurthi që ata e përgatitën dhe ajo që ata ja bën pejgamberit Jusuf a.s. përmendet edhe në Kur'anin famëlar, ku Allahu xhaleshanuhu vazhdon në ajetin e 8 të surës Jusuf dhe thot: "Idh qalu li Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatan in abana lafi dalalin mubin." Kur ata, vëllezërit, thanë: "Pasha Zotin, Jusufi dhe vllai i tij janë më të dashur te babau ynë se ne, ndërsa ne jemi grup i fortë, vërtet baba jon është gabim sheshazi." Nga ky ajet kuranor shifet shumë qartë, zilia ishte arsia kryesore, hasedi ishte arsia kryesore që qëndronte prapa kurthit që vëllezërit e Jusufit a.s. përgatitën për te. Mendimi se baba i tyre, Jakubi a.s. e donte Jusufin a.s. dhe vllajën e tij më shumë, ishte ajo që i çoi ata drejt kësaj xhelozie. Ata donin një dashuri të drejtuar vetëm nga ata, dhe menduan për shkak numrit tyre dhe mënyrës se si i jepnin zemrën njëri tjetrit, sa ata kishin më shumë të drejtë në atë dashuri. Dhe
thanë se baba ynë është një gabim shesazhi. Baba jonë po gabon shumë, që i donë ata dy ma shumë se ne. Ai nuk po vepron drejt, ai nuk po punon drejt, ndaj të gjithë djemve tjerë. Veçanti kur dihet se ata dy djemt janë më të vegjël se na. Dhe gjithmonë prej fëmijëve të vegjël nuk ka dobi, ndërsa ne jemi të rritur, ne i kryjmë gjitha punët e shtëpisë, megjithatë baba jon ato pyetën më shumë se sa neve. Mirë po, ne këtu vëllezër të ndershëm besimtar, duhet të ndalemi pak edhe të mendojmë, të logjikojmë sa thu vallë Jakubi alayhis salam ka vepruar drejt me bijt apo nuk ka vepruar drejt. A kishin të drejt bijt e tjerë me ngrejt akuzë babës së tyre? Duke marrë parasysh se Jakubi alayhis salam ka qenë pejgamberi Allahu xhaleshanuhu, e ka pas pamundme të gabojë Jakubi alayhis salam. Këtë parim sjelljes së drejtë ndaj gjithë bijve, ai e ka pas parasysh më mirë se sa ne. Kështu që themi se ai i ka dallu dy djemt e vogël në dashuri, por jo me sjellje. Dashuria është çështje e zemrës, nuk është në dorën e njerit, kështu që ai nuk fajsohet për këtë aspekt. Shpesh herë edhe në ditën e sotshme, ne shohim se fëmijët e vogël, prindërit i dojnë pak më tepër, i lasdrojnë pak më tepër, i lakmojnë pak më tepër, por kjo nuk do t'i shtijen xhelozi fëmijët e të tjerë. Nuk do ta morin si xhelozi fëmijët e tjerë. Sikurse e morën xhelozi fëmijët e Jakubit alayhis salam, pse Jakubi alayhis salam e donte Jusufin alayhis salam dhe djalin tjetër Bujaminin pak më tepër i përkthelte, sepse ato ishin edhe shumë të vegjël. Në lidhje me këtë një beduin, kur është vet se cilën fëmijë e don më shumë, ka thonë, e du të voglin derisa të rritet. E du atë që nuk është këtu derisa të kthehet. Dhe e du të smutin derisa të shnoshet. Kjo është prindi. Mendoj se secili prindi ka këta vëllezër të ndershëm besimtar. Fëmijët e vegjël i dojnë, ata derisa të rriten i dojnë, ata të cilët nuk janë nëpër shtëpi derisa të kthehen në shtëpi i dojnë, dhe të smurët derisa të shërohen prindi vazhdimisht i donë. Bijtë e Jakubit alayhis salam nuk ishin të vegjël me e pas gjithë atë haset në zemrën e tyre. Ata ishin të mëdhej, ishin pjekur. Bile kanë ditë se Jakubi alayhis salam ishte i dërguar i Zotit, ishte pejgamber. Dhe nuk guxojnë, nuk është desh të guxojnë të shlohen në atë avanturë që të akuzojnë baban e tyre për padrejtësi. Sepse ato e dishin shumë mirë se një pejgamber i Zotit nuk mund të boje si lloj gabimi. Mirë po, për fat keq, kur donjoja e merr dikan përpara, ai e harron fen, ai e harron shpirtin, ai e harron zemrën, ai e harron babën, ai e harron nanën, ai e harron rrethin familjar, ai i harron të gjitha, sepse e ka kap donjaja. Dhe shumë keq vëllezër të ndershëm besimtar, xhelozia, hasedi, është një smundje shumë e madhe, emocionale, shkatruese, e cila shkatron çdo zemër të ke cila hin. Xhelozia shkakton te njeriu dëshirë të ligë për tjerë dhe tjetë i gëzuar kur fatkeqësitë bijnë mbi ta. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar kundër fatkeqësisë, duke krahasu xhelozin me zjanin, i cili i djeg drejt ku ka thonë, keni kujdes hasidin xhelozin.
Ajo vërtet shkatron veprat e mira, siç zjarri i shkatron drujt. Transmeton Ebu Davudi. Gjithashtu në një transmetim të Imam Buhariut, thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos i bani zili, kaset njëri tjetrit. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në ajetin e 9 të surës Yusuf ku thot: uktulu Yusufa avitrafuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Mbyteni Yusufin ose hidhni diku larg me një vend e babai juve t'ju dojë juve e pas asaj pendohuni, bëhuni njerëz të mirë. Të zatën fillon edhe planifikimi i vëllezërve të Jusufit a.s. për ta likvidu Jusufin a.s. Si duket vëllezërit e Jusufit a.s. vazhduan për një kohë jo të shkurt xhelozinë e tyre, hasedin e tyre, e cila vetëm se vinte e shtohej në zemrat e tyre, këtë çështje ata nuk munduan ta largojnë nga zemrat e tyre, për fat keq ata vetëm s'ka e shtuan xhelozinë e tyre. Për këtë propozuan dy gjëra: ose ta mbysin Jusufin a.s. ose ta largojnë diku larg me një vend pa njohur, nga ku nuk do të mund të kthehet kur te babai i vet. Që babai mos ketë mundësi, mos ketë rrugë tjetër vetëm se t'i doja ata, sepse s'ka kam ja majt, s'ka atë djalin që e doj ke Jusufi, pi largohet. Mirë po, pas kësaj, ata thanë se kina mu bo njerëz të mirë, do të pendohemi. Do njerëz më katojnë, bojnë gjuna vazhdimisht. Edhe mendojnë se pendimi është në dorën e tyre, na lësoni pendohna edhe Zoti ma fal mu. Dhe se të ndeshëm besimtar. Nëse kurse me pasën jetën në dorë tonë, edhe po bojnë njerë gjuna, nërë se njëherë në fund pendohna. Po ta mundëson Zoti më penduas, po ta mundëson. Edhe djemë të Jakubit a.s. Ma që e banën planifikimin për me likvidu Jusufin a.s. në fund thanë na kena mu pendu. Edhe ma që pendohemi, Zotin a i falë neve gjunojnë. Mirë po nuk arritën qëllimin për të cilën e kishin bo njerë. Planifikimi i tyre nuk u bo realitet dhe ju dështoj planit të cilën e kishin organizu. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në surën Yusuf ajeti 10 dhe thot: qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghuyabati al-jubbi yaltakithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Njëri prej vëllezërve ju drejtu vëllezërve të tjerë dhe tha mos e mbytni Jusufin, nëse doni mi bo diçka, lëshojnë atë në fund bunarit, le ta more dikush prej udhëtarëve kur të kaloje. Derisa i bëshim të plane për me hek qafi Jusufin a.s. pasi u dhanë dy propozimet e mëhershme që i përmenda, njën nga vëllezërit e tij, për të cilën thuhet se ishte Jehudha, vllai më i madh, disa dietarë tjerë thonë se ka qenë Rubili, kurse më i mençëm se ato tjerë, dha një propozim të tretë, që mos ta vrisnin Jusufin a.s. nga se vrasja është një krim i madh, edhe ato e diqin se vrasja është krim i madh, por nëse dojnin me i hek me të vërtet qafe, atëherë ata ta morin edhe ta fugin me një pos, me një punar, pranë rrugës kur të kalojnë karavanet e tregtarëve, e tuxharëve, dikush nga ata me siguri do të nalet për me morë ujë, dhe sa ta shofe do ta morë me vete. Në atë kohë, si dihet, ka ekzistuar skllavëria. Kështu do ta morrin si sklavë dhe kush e di se ku do ta çojnë,
dhe sa vëllezërit do t'ja arrin qëllimit të cilën e kishin planifiku ditë edhe natë. Vazhdon Allahu xhaleshanuhu në ajetin 11 të surës Yusuf dhe thot: Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ata than, o baba ynë, çka që nuk na beson për Jusufin e ne ja dojmë të mirën atij. S'to mend se ato nuk do të shkojnë të thonë Jusufit alayhis salam, Jakubit alayhis salam këtë rast se na kena mi bo keq Jusufit. S'do mend se nëpërmjet mirës ato mundohen me bo keq. S'do mend se ato do të rithirtohen babës së tyre se mos u friksoti se na mirë kanë mi bo, na keq si bojna, na për të mirimi të e morën, mas veti. Na e morëmi për punë të mira, nuk e morëmi për punë të këqija. Mirë po, vazhdon Allahu xhaleshanuhu dhe thot: Ersil ma'ana gaddan yarfa'u wa yal'abu wa inna lahu lahafizun. Dërgoj nesër atë me ne, le të haje pemë dhe le të luje me siguri, ne kena me erujt ata. Kale inni la yahzunani an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kuluhu dhi'ba wa antum anhu ghafilun. Jakubi alayhis salam ju drejtu djemve dhe ju tha: unë mallëngjyshëm po vi me ju, edhe kam frikë se do të haje ujku kur mungon kujdesi juj për te. Arsia se pse pejgamberi Jakub alayhis salam nuk u besonte djemve të tij dhe dyshonte se ata mund t'i bajnë dënit keqe Jusufit alayhis salam, e shtyri atë që ketë dyshime, ti paraqiten dyshimet. Ati ja mori menja se ata do të mund bojnë dënit keqe Jusufit alayhis salam, edhe pastaj të kthehen te kaj pasi ti kishin përgatit do një mënyrë shfaqësimi, do ta shfaqsojshin vetveten e vet. Ata kundërshtun këtë ide me forcë dhe u përpoqën që ta bindin babën e tyre se nuk ka me ndodh kur gjon Jusufit alayhis salam. Kjo ishte edhe një teknik tjetër që shpesh e përdorin njerëzit me karakter nga trestar. Ata përdorin teknika të ndryshme vetëm me të bind ka e rruga e keqe të cilën e kanë marrë. Nga ana tjetër, Jakubi alayhis salam ishte ai i cili ju paraqit friga se mos do t'i ndodhe diçka. A thuvall pse e përmendi në këtë rast ujkun. Në shkretir ishte paraqit në atë periudhë me të madhe vishin ujqit, pa ngranë dhe shkatxishin ato grabitëshin. Dhe rasisht, Jakubi alayhis salam ju drejtu në këtë formë, dhe ju thanë këtë formë që ndoshta do t'jetë ujka i cili do t'ja u grabite vllajën tuaj. Vazhdon ajeti 14 i surës Yusuf dhe e shpjegon më mirë këtë ku thot: Qalu lan akalahu dhi'ba wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun. Ata thanë, për Zotin nëse e ha ujku e duke qenë në grup kaq i fort, atëherë mos kofshin fare. Ma mirë mos me kol hiç, se sa të na i haje ujku fëmijën e vogël. Mirë po këto kishin përgatit plan se si ta zhdukin vllajën e tyre Jusufin alayhis salam. Dhe s'do mend se xhelozia vëllezër të ndershëm besimtar ishte shkaku i cili i shtini bit e Jakubit alayhis salam që ta morin këtë punë të ligë ta bajnë ndaj Jusufit alayhis salam. Si që dim, xhelozia vëllezër të ndershëm besimtar ishte shkaku
i mëkateve të para në sipërfaqen e tokës. Iblisi e xhelozoi Ademin alayhis salam dhe refuzoi urdhnin Allahu xhaleshanuhu që t'i bire në sejdë në tokë Ademit alayhis salam. Kabili ishte ai i cili u shti nga xhelozia ta vriste vllavin e tij Kabilin. Çdo mend se xhelozia ka shumë pasoja edhe në ditët e sotshme. Xhelozia vëllezër të ndershëm besimtar e errëson zemrën dhe e mbush me urrëtie. I prish marrëdhëniet mes njerëzve, sjell pakënaqësi të përhershme dhe humbje shpirtërore, zvoglon bereqitin në jetë po edhe në punë, në vepra. Çdo mend se feja islame na shpjegon edhe se si mund të shërohemi nga smundja e xhelozisë. Jemi të kënaqur me caktimin e Allahut xhaleshanuhu. Allah ka bohemën kështu dhe s'ka tjetër, nuk bëhet ndryshe. Kjo është një mjet për mu shëru nga xhelozia. Lutemi që Allahu xhaleshanuhu na i shtojë të mirat neve dhe tjerëve, jo të lutemi vetëm për vetveten. Ta falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për gjitha begati që na i ka dhënë, edhe pse na sini na rri gjithherë të tjetri. Po ta kthejmë ka vetvetja jonë lutjen dhe duan tek Allahu xhaleshanuhu. Kujtojmë se mirësit janë provë, jo gjithmonë janë nderim. Do ta ndaj me juve edhe një ngjarje dhe do e përfundoj. Enes ibn Malik transmeton se shokët ishin ul në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi alaihi salam ju tha tash kam hi një xhenetli në xhami. E kam shpjeguar edhe më herët këtë ngjarje. Dhe kur hini njëri në xhami krejt u kthin xhamati pe këshirin kusha. Të nesrit përsëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha tash kam hi një xhenetli. Përsëri ça njëri hini. Të mas nesrit përsëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kam hi një xhenetli në xhami. Përsëri njëti njerë hini. Abdullah ibn Amr al-Asi radhiyallahu anhu, i djali i ri, e pa dhe ju vnu mas. Ju vnu mas dhe i tha, jam fjallos me babën, apo merr një ditë renat të shtëpia jote. Dhe besimtari e mur, shkon të shtëpia, pe për cilë se çka po bën. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e cilësoj si xhenetli dhe besimtarët, kur të morën vesh për dikan sa xhenetli, kanë qef ta dinë se çka bën ai. E pa, e fali namazin, si shiki, ersa bajnë, e fali drekën, e fali qinin, e fali akshamin, e fali yacin, e fali natën në quj, fali 2 rekat, lexoj Kur'an, bani dhikr, ra me flet. Kur i bani 3 nat, ju drejtu dhe i tha, po du me të vetë, çka bën diçka të veçanti? Se tha, shka t'intereson ti, qka pëjt veçanti qka. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 ditë radhazi ka thonë se tash do t'hi një xhenetli në xhami. Dhe unë kur t'pash ti, për që ta nuk kam përla me babën, që jam lidhnu me babën, po dishta një fund viderit të shtëpia jote, qofë se ti qka po bën, që i ki fitu xhenetin. Tha ti nuk bëj që kur gjonë jashtë të se neve, edhe unë e fali namazin si ti, edhe unë e bëj dhikr si ti, edhe unë e lexoj Kur'an si ti. A ki diçka të veçantë qka bëj? Apo, para se me vënu krije në temi një stëk, tha e hek xhelozin nga zemra ime, nga truni im, dhe ja u fali krejtve njerëzve do një sen, do një gabim që e kanë bon ndaj meje. Këti fali. Ju ndoshta është shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është deklaruar, është në vëllezër të ndershëm besimtar, ta shfrytëzojmë momentin se cili i prenesh, kimi nga ata të cilët e largojmë këtë shkak Ramazani xhelozin nga zemrat tona. Dhe inshallah nëse hikim xhelozin edhe xheneti Allahu xhaleshanuhu do të jetë inshallah shpërblim për të gjithë neve. Elhamdulillahi rabbil alamin.